nevojë me qenë i qartë me opinionin, sepse prej ditës parë kanë qenë i hapur për media, edhe unë kam disa deklarata të cilat po interpretohen ndryshe varësisht prej interesave mediale. Jam vetëm Berisha, përfaqësoj Partinë Liberale Egjiptiane. Qëndrimet e mia janë publike, jam i gatshëm për bashkëpunim, nuk kam asnjë ngrit kuçe për askën. Sot në agjendë edhe që 3 herë që po vinë ditë e drejtë është konstituimi. Unë dhe Partia Liberale Egjiptiane kemi deklaruar se do ta mbështesim pikat që janë dhe do të votojmë. Ne publikisht kemi thënë kur vemi prapë nuk e kemi asnjë marrëveshje deri tash. Bazume diskutimet që ndon, ka qenë diskutim shumë i mirë, por prej atëherë që na kemi pasur atë në fund finalizuar një marrëveshje e cila flet për pjesën tjetër. Sot po e ri potencoj. Po flasim për konstruimin e Kuvendit të Kosovës, jam i zgjedhur deputet i Kuvendit të Kosovës, madje kam thënë se jam institucionalist në rast se vjen deri te unë për të vendosur, për të për të emëruar qeveria ose për të zgjedhur qeveria. Nëse unë jam personi që duhet me vendosur, unë për interesin e shtetit do ta votoj ditën kur votohet qeveria. Por nuk do të kem pjesë asaj qeverie e cila nuk i respekton kërkesat e Partisë Liberale Egjiptiane, nuk e respekton komunitetin egjiptian, dhe kjo është ajo që na ne kemi thënë. Pra, nuk jemi bllokues, jemi për ndërtu institucione. Nuk është në fajin tonë që është bllokuar, të bllokuar institucione. Nuk është në fajin e Partisë Liberale Egjiptiane, sepse flasim për përgjithësi. Unë nga këtu baj pesë sa më vonë të votohen, këto që kemi në lidhje, pastaj të kalojmë në fazën tjetër të shtetit.